Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 5 dhjetor dhe ne si çdo ditë tjetër do të udhëtojmë pas në kohë, histori, art dhe kulturë. Do të vjojmë fillimisht të flasim për ngjarjet që ndryshuan botën. Londra ndriçohet nga gazeta për herë të parë në vitin 1766. Imagjinoni rrugët e errëta të Londrës, ku vetëm pishtarët mbushnin natën me një ndriçim të zbetë. Më 5 dhjetor të vitit 1766, qyteti prezantoi ndriçimin publik me gaz, një hap revolucionar që ndriçoi jo vetëm rrugët, por edhe shpresat për një epokë moderne. Kalifornia, toka e artë në vitin 1848, në këtë ditë presidenti James K. Polk njoftoi për botën zbulimin e arit në Kaliforni. Kjo ndezi një ethe të paparë që tërhoqi mijëra njerëz në perëndim, duke ndryshuar përgjithmonë historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas më shumë se një dekade kufizimesh të rrepta për alkoolin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfundimisht i dhanë fund prohibicionit më 5 dhjetor të vitit 1933, duke festuar me një gotë apo dy. Një mjegull toksike mbështodhi Londrën në vitin 1952, duke shkaktuar një nga krizat më të mëdha mjedisore të shekullit 20. Tragjedia u bë një thirrje e fortë për të luftuar ndotjen e ajrit. Në vitin 2017, Kombet e Bashkuara shpallën 5 dhjetorin si ditë kushtuar ndërgjegjësimit për mjedisin, duke na kujtuar se toka është një dhuratë që duhet ta mbrojmë çdo ditë. Do të vjojmë të flasim për lindjet që bën histori. Martin Van Buren lindi në vitin 1782. Presidenti i 8 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një burr që ndryshoi politikën amerikane me mjeshtërinë e tij diplomatike. Përfituron një botë pa Mickey Mouse, pa Disneyland apo filma që sjellin magji në ekran. Kjo botë nuk do të ekzistonte pa gjeniun e animacionit Walt Disney, i lindur më 5 dhjetor të vitit 1901. Energjik dhe i zhurmshëm dhe i papërsëritshëm, Little Richard lindi për të ndryshuar historinë e muzikës në vitin 1932. Rock and roll nuk do të ishte i njëjtë pa të. Shkrimtar dhe humorist amerikan Calvin Trillin lindi në vitin 1935. Ai e bëri lexuesin të qeshtë dhe të mendojë thellë, një talent që lindi për të frymzuar. Fenomeni i snukerit lindi më 5 dhjetor të vitit 1975, Ronnie O'Sullivan me një karrierë të jashtëzakonshme. Ai është simboli i përsosmërisë dhe vendosshmërisë në sport. Gjithashtu 5 dhjetori na shoqëroi dhe humbje që lanë boshllëk në histori. Wolfgang Amadeus Mozart vdiq në vitin 1791. Gjeniu që kompozoi muzikën hynore u largua nga kjo botë në moshën 35 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të pavdekshme. Alexandre Dumas, 1870, biri i autorit të famshëm dhe vetë një shkrimtar i shkëlqyer. Dumas i ri iku nga kjo botë, por dama me kameljet vazhdojnë të jetojnë në zemrat tona. Claude Monet, viti 1926, piktori që e bëri dritën dhe natyrën të flisnin. Monet, një nga themeluesit e impresionizmit, u nda nga jeta duke lënë pas një galeri plot jetë e ngjyra. Nelson Mandela, 2013, bota humbi një simbol të drejtësisë dhe paqes kur Mandela u largua nga jeta. Trashëgimia e tij vazhdon të jetë një fener drite për mbar njerëzimin. Paolo Rossi, 2020, kampion italian i futbollit, heroi i Kupës së Botës në vitin 1982, u largua, por kujtimet e triumfit të tij në fushë do të mbeten të paharruara. Do të vjojmë me rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim se si pemët komunikojnë mes tyre. Mund të duket si një trillim shkencor, por pemët në fakt flasin mes tyre përmes një rrjeti të padukshëm të rrënjëve dhe kërpurdhave, të njohur si rrjeti mikorizal ose ndryshe interneti i pyllit. Ky rrjet vepron si një sistem shkëmbimi informacioni ku pemët ndajnë lëndë ushqyese dhe madje paralajmërojnë njëra tjetrën për rreziqe, si insektet apo sëmundjet. Për shembull, nëse një pemë sulmohet nga parazitët, ajo dërgon sinjale kimike përmes rrënjëve, duke i bërë pemët përreth të forcojnë mbrojtjen e tyre. Për më tepër, pemët më të vjetra, të quajtur pemët am,
ndihmojnë ato më të reja duke u transmetuar minerale dhe ujë përmes rrjetit. Ky fenomen i mrekullueshëm jo vetëm që tregon sa e ndërlikuar është bota natyrore, por edhe na kujton rëndësinë e ruajtjes së pyjeve, si ekosisteme komplekse dhe të gjalla. Pra herën tjetër që shëtisni në një pyll, mbani mend, pemët janë shumë më të zgjuara nga sa duken. Rreth 100 produkte kaq të përhapura dhe të dobishme sa sapuni, që nga fshirëria dhe deri në pleqëri, sapuni është pjesë e jetës sonë të përditshme, që nga kohët e lashta kur u prodhua për herë të parë, sapuni është transformuar gradualisht nga një send luksi në një send të domosdoshëm që cilin e përdorim çdo ditë. Një kimist i shekullit të 19 tha se sasia e sapunit që konsumohej nga një shtet ishte një tregues i saktë i pasurisë i civilizimit të tij. Sot sapuni konsiderohet i domosdoshëm për një higienë dhe shëndet të mirë. Si u bë ky produkt i rëndësishëm një send i jetës së përditshme. Nuk ka thuajse asnjë dëshmi që tregon se sapuni përdoret për higienë personale dhe përpara erës sonë. Zakonisht grekët dhe më vonë romakët përdornin vajra të parfumuara për të pastruar trupin. Ka mundësi që mjeshtërinë e bërjes së sapunit ta kenë mësuar nga keltët. Në shekujt pasues kishte pak dëshmi që tregonin për përdorimin e sapunit dhe për gjatë periudhës së mesjetës, Italia, Spanja dhe Franca ishin bërë qendra të prodhimit të tij. Pavarësisht nga përpjekjet që sapuni të prodhohej për konsumin në Gjermani, sa duket e përdorej fare pak në Europë. Kështu në vitin 1672, kur një simpatizant gjerman i dërgoi një aristokrati si dhuratë një pako me sapun nga Italia, batu udhës t'i përshkruante me hodhësi si ta përdorte atë produkt misterioz. Një nga recetat që tregonte me hodhësi si prodhoi sapuni u përcaktua në koleksionin e sekreteve për artizanët që dori në shekullin e 12. Edhe pse kanë kaluar vite, procesi kimik i prodhimit të sapunit në thelb ka mbetur i njëjtë. Vajra dhe yndyrna nga burime të ndryshme valoheshin një tërësirë alkaline kaustike dhe një proces që nxjerrë sapun të parafinuar. Ky reaksion quhet sapunëzim. Kuptoj që cilësia e sapunit varej nga materialet që përdoreshin. Në fillim për prodhimin e sapunit përdoreshin djami i kafshëve dhe hiri që mbetej nga djegja e drurit. Për këta elementë të shpërngulurit e parë në Shtetet e Bashkuara prodhonin sapun të butë ngjyrë kafe në drejt gjelatine që përdorej për ditë. Azoka e djami i shkrirë që merrej nga gjellet dhe dhënt ishte përbërësi kryesor për prodhimin e sapunit dhe të qirinjve. Kështu shpesh tregtarët i prodhonin dhe i shisnin bashk. Në fund të procesit të zgjerrjes së sapunit, shtohej kripsh të dilnin kallëpë të forta të cilat transformoheshin lehtë. Asaj që të vinte re mirë rrjedhej lavandë ose karabot. Zakonisht sapunët që prodhoheshin në Europën Ligore bëheshin me fajullir, ndërsa në vendet me klimë të ftohtë prodhuesit e sapunit vazhduan të prodhonin djamin. Sa madje përdornin vajin e peshkut, ndonse ishin të përshtatshëm për të larë rrobat, sapunët nuk parapëlqeheshin për të larë trupin. Megjithatë, djami dhe vaji janë pjesë e përbërësve që përdoren për të prodhuar sapunin. Për shembull, me radhë alkali që nevojiten për prodhimin e sapunit nxirreshin nga hiri i sabimeve të veçanta duke përfshirë dhe leshterikët. Spajnë si mleja digje dhe lëshonte një hi alkalin që quhej barilia, duke kombinuar me vajin e ullirit të asaj zone dilte një sapun i bardhë me cilësi të lartë që quhej sapuni i Kastiljes. Gjatë shekullit të 18 u shtuan kërkesat ndërkombëtare për potasin që përdorej për prodhimin e sapunit, xhamit dhe barutit. Rreth vitit 1790 Nikola Leblani, kirurg dhe kimist francez, shpiku një proces për prodhimin e alkalit nga kripa e zakonshme. Vonë kimistët ja dorën ban të prodhonin sodë kaustike nga shëllira. Kjo hapi rrugën për industrializimin e prodhimit të sapunit. Fundi i shekullit të 19 ishte një periudhë me reforma të rëndësishme që u karakterizuan nga përpjekje për të mësuar njerëzit lidhur me shëndetin dhe higjienën. Megjithatë, për shumicën sapuni asaj kohe ishte një përzgjerje e kaftë e papëlqyeshme, që akoma bëhej me mbetjet e alkaleve të papërpunuara të cilat acaronin lëkurën. Vazhdonte të prodhohej me dorë thjesht duke e zirë nëpër kazan. Ushqitej klientëve me kallope pa emrin e prodhuesit. Shitje e priste për së gjati dhe e shiste në peshë. Disa sapun bënin shumë shkum, por lëshonin dhe pika vajsh, t'i bënte gishta të mëndyrë dhe me kalimin e kohës vinin në erë të keqe. Prodhuesit duke kuptuar që thënë dhe më mirë kërkesat e njerëzve nisën të përdornin lënë shtesë si bar limoni që të mbysin erën e rënd dhe aromën e mirë të limonit. Shpejt u bën përmirësime të tjera, sabunët me vaj vegetal që ishin më të pëlqyeshëm u bën shumë të kërkuar. Ndryshimet e mëdha në transport u lehtësuan punën prodhuesve të sapunit për të siguruar burime të pasura me përbërës së cilësisë së lartë. Në Afrikën Perëndimore rritej palma e vajit. Nga fryti i kësaj tulë nxirri një substancë gjalp me ngjyrë të ndezur e cila u bë një nga përbërësit bazë për prodhimin e sapunëve dhe artikujve kozmetik. Ishut e paqësorit rritej ara e kokosit, nga tuli i tharës i cilës nxirrej vaji. Me këta përbërës ekzotik që vinin nga vendet e largëta, pak nga pak njerëzit ndryshuan mendim për sapunin. Prodhuesit kuptuan dëshirën natyrshme që ka njeriu për pastërtinë. Konsumatorët duheshin mbilur se sapuni ishte i domosdoshëm. Shpejt për të reklamuar markat e sapunit, reklamuesit nisën të krahasonin
përdorin veçoritë e produkteve me vetitë e mjaltit, me rrezin e diellit dhe bardhësinë e borës. Të tjerë i punuan vepra të famshme të artit dhe i dhanë reklamave të tyre dhe sapunit një imazh klasi dhe të kulturuar. Nga fundi i shekullit sapuni shitej në çdo vend të botës, sa i nxiti industrinë e reklamave. Në vitin 1894 sloganet që nxjerrin shitjen e sapunit u shfaqën madje edhe në pjesën e pasme të pullave të postës në Zelandën e Re. Tashmë sapuni i kishte bërë emër vetes. Prodhimi i hershëm industrial përfshinte zgjerrjen e përbërësve me kazan të stërmëdhenjit të hapur. Një punëtor i zoti kontrollonte procesin duke trazuar me mistri. Nga mënyra se si rrëshqiste sapuni o nga mistria e nxehtë, punëtori mund të vendosë nëse përbërësit ose procesi duheshin përmirësuar. Sot procesi i prodhimit të sapunit kalon në 3 faza kryesore. Faza e parë është sapunëzimi, gjatë së cilës zhvillohet reaksioni kimik i disa varave dhe yndyrave me kripra alkale. Nga ky kombinim prodhohet brumi i sapunit dhe glicerina që gjenden në një përzierje e cila përmban rreth 30% ujë. Nganjëherë kjo fazë ende bëhet me metodën e zgjerrjes në kazan, por sot shumica e prodhuesve të sapunit përdorin sisteme të kompjuterizuara për sapunëzimin. Faza e dytë është tharja, kjo bëhet me anë të tharjes me të nxehtë, tharjes me poshtok dhe tharjes me sprucium. Si rezultat, brumi i sapunit shndrohet në toptha që përmbajnë vetëm rreth 12% ujë. Faza e tretë dhe e fundit quhet përpunimi përfundimtar. Toptat përzihen me aromatizues, ngjyrues dhe përbërës të tjerë që japin sapunin të veçantë dhe aromatik. Me anë të një prese, kallopet presohen dhe stampohen në formën e tyre karakteristike. Sot konsumatorët i duan sapunët me më shumë aroma frutash dhe ekstrakte bimore në mënyrë që sapuni të jetë sa më natyral, të lërë një ndjesim më gjallëruese. Tani uftë të ndiqni rubrikën Edhe shëndeti. Mashurkat janë të pasura me shumë vlera ushqyese. Ato janë shumë të pasura me fije dietike. Për këtë arsye janë përdorur si një ndihmës efektiv në dieta dobësimi dhe në dietat me pak kalori. Ato janë shumë të pasura me proteina dhe fibra, metale dhe vitamina. Megjithatë, kjo është një nga arsyet pse duhen konsumuar mashurkat. Një nga vetitë e para të mashurkave është se në cipën e tyre janë konstatuar përshëndrime flavonoidesh dhe flavanolesh, të cilat njihen për veti të forta antioksiduese, ndërkohë që lignanet dhe isoflavonolet e tyre njihen për veti antivirale dhe antimikotike. Lëndët që përmbahen në filizat e mashurkave mbrojnë materialin gjenetik të qelizave të lëkurës nga dëmtime si pasojë e ekspozimit në rrezet e diellit. Në lëkurën e mashurkave, që mbështetin kokrizat e tyre, gjenden 3 deri 4 herë më shumë antioksidant se sa tek bishtajoret e tjera. Mashurka në saj të pasurisë së madhe në fibra promovon lëvizjet në zor dhe për këtë arsye rekomandohet në rastet e kapsllëkut me kush që të mos ketë raste të inflamacionit të zorëve. Konsumimi i tyre është i dobishëm kur keni tension të lartë të gjakut, diabet apo kolesterol të lartë për shkak të efekteve të dobishme të fijeve. Në këtë mënyrë mashurka i mban në kontroll parametrat e tyre dhe ju sjell një organizëm më të shëndetshëm ose më të përmirësuar në rastet kur ju vuani nga sëmundje të ndryshme. Një tjetër vlerë e tyre është shumë ushqyese sepse ato përmbajnë shumë fibra dhe minerale, fosfor, silic, kalcium, nikel, bakër dhe kobalt, si dhe vitamina A, B, B9, C në sasi të mëdha. Për këtë arsye, mashurkat janë një lloj toniku natyral i përshtatshëm për ata që vuajnë nga lodhja, anemitë e ndryshme, sëmundjet e mëlçisë, pankreasit dhe veshkat. Hekuri dhe mangani. Mashurkat e verdha i bëjnë mirë shëndetit, duke përforcuar nivelet e nevojshme të manganit dhe hekurit. Të dyja këto minerale kanë aftësinë të aktivizojnë enzimat përfshirë ato që janë të domosdoshme për të prodhuar energji dhe për të mbështetur metabolizmin. Hekuri luan një rol thelbësor në funksionin e qelizave të kuqit të gjakut, ndërkohë që mangani rregullon prodhimin e hormoneve dhe indeve lidhore. Vitamina C. Mashurkat e verdha janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C, një antioksidant i dobishëm për shëndetin e mirë. Antioksidantët parandalojnë dëmin oksidues në qeliza dhe mbrojnë ADN-n.
Mbrojtja e qelizave nga oksidimi i mban ato më të shëndetshme dhe parandalon zhvillimin e sëmundjeve të shumta. Konsumimi i vitaminës C ndihmon në shërimin e plagëve dhe forcon kockat. Për biografinë e ditës së sotme kemi zgjedhur të flasim për Paolo Rossin. Paolo Rossi lindi më 23 shtator në vitin 1956 në Prato të Italisë, një qytet i vogël por që shpejt u bë krenar për djalin e tij të jashtëzakonshëm. Që në moshë të re ai tregoi një instinkt të lindur për golin, një dhuratë që do ta çonte drejt majave të futbollit botëror, por rruga e tij drejt suksesit nuk ishte e lehtë. Karriera e Rossit nisi me ulje dhe ngritje. Pas disa dëmtimeve të rënda në fillimet e tij të Juventus, shumë kush mendoi se ëndra e tij si futbollist ishte e mbaruar. Por Paolo nuk u dorëzua. Ai u huazua tek skuadra e vogël Vicenza, ku shpërtheu me një formë të jashtëzakonshme. Në sezonin e viteve 1977, Rossi u llohoqi atë skuadër drejt Serisë A, duke u bërë golashënuesi më i mirë i kampionatit dhe duke fituar zemrat e tifozëve. Këto suksese e quan drejt kombëtares italiane, ku do të shndrohej në një legjend, por para se të ngjiste majat e futbollit, ai përjetoi një nga momentet më të errëta të karrierës, skandali i basteve. Në vitin 1980, Rossi u pezullua për 2 vite, një periudhë që i dukej si fundi i karrierës së tij, por kur të gjithë e kishin harruar, ai u rikthye për të treguar forcën e vërtetë të shpirtit të tij luftarak. Turneu i Kupës së Botës në vitin 1982 ishte momenti kur Paolo Rossi hyri në pavdekësi. Pasi e nisi turneun me kritika dhe dyshime, ai shpërtheu me një hat-trick të pabesueshëm kundër Brazilit, duke eliminuar skuadrën më të fortë të turneut. Rossi shënoi gjithsej 6 gola, duke u udhëhequr Italinë drejt fitores së Kupës së Botës dhe duke u shpallur si golashënuesi më i mirë i turneut dhe lojtari më i mirë. Për italianët ai nuk ishte thjesht një futbollist, por një hero kombëtar që i solli gëzim në një periudhë të vështirë. Por për te i futbollit, Paolo ishte një njeri i thjesht, i dashur dhe gjithmonë i buzëqeshur. Ai ishte një simbol i pasionit, këmbënguljes dhe përkushtimit, jo vetëm për Italinë, por për të gjithë ata që e shihnin si një frymëzim. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 5 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me mot të paqëndrueshëm dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të sjellë shira të vazhdueshëm në zonat qendrore dhe jugore, ndërsa pasditja pritet të sjellë reshje intensive në disa zona malore dhe stuhi lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët perëndimore, ku reshjet do të jenë më të pakta. Era do të fryjë nga drejtimi juglindje me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 5 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 5 dhjetor do të jetë në orën 6:44 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 10 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 13 gradë Celsius. Korçë, 5 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë,
11 deri në 15 gradë Celsius. Tani u të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 5 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave të lagështa ajrore me reshje shiu të shpeshta në shumicën e zonave. Paraditja do të shoqërohet me shira të vazhdueshëm, ndërsa pasditja sjell intensifikim të reshjeve në jug dhe perëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 10 gradë Celsius në zonat e ulta. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 5 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 5 dhjetor do të jetë në orën 6:43 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 7 deri në 10 gradë Celsius. Podujev 5 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj 6 deri në 8 gradë Celsius. Pej 7 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë 6 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 5 deri në 8 gradë Celsius. Gjilan 6 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj 6 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 6 deri në 9 gradë Celsius. Suhare 5 deri në 9 gradë Celsius. Prizren 5 deri në 8 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishim sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.